Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur deklaratave të kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili akuzoi qeverinë se integriteti i prokurimeve publike në Shqipëri ka pasur rënjen me 14 pikë. Në reagimin e tij publik, Rama i cilësoi këtë pretendim si të pabazuar dhe pa logjik, duke theksuar se Shqipëria është përfshirë për herë të parë në portalin evropian që mat integritetin e prokurimeve publike për vendet e Bashkimit Evropian. Hell Budallaj i mall një gur në lumë dhe pastaj të vegjëlit bëjnë si të mençur për ta nxjerrë, duke thënë se integriteti i prokurimeve publike në Shqipëri pas ka shënuar rënje. Po se si e shënoi këtë rënje, kur në fakt Shqipëria u përfshi për herë të parë në portalin evropian të matjes së integritetit të prokurimeve për shtetet e Bashkimit Evropian, duke dalë më mirë se sa shumë prej tyre. Këtë as i madh as i vogël nuk kanë se si e thon, sepse Budalliku ka kufi vetëm vetveten. Rama deklaroi se progresi në prokurimet publike është një ndërkombëtarisht dhe se vendi vazhdon të përmirësojë standardet në këtë sektor. Ai theksoi gjithashtu se qeveria synon të rrisë më tej transparencën dhe efikasitetin përmes përdorimit të inteligjencës artificiale në administrimin e procedurave të prokurimit. Rëndësi ka që zduan ata që zduan sot Shqipëria vlerësohet ndërkombëtarisht si asnjëherë më parë, edhe në fushën e prokurimeve, ku kemi bërë progres të madh dhe jemi ende në ngjitje, sepse me dje në prokurimet publike do të arrijmë brenda këtij mandati një nivel integriteti e shpejtësie që do të na rëndisë në nivelin më të lartë evropian fal inteligjencës artificiale. Një ditë më parë, Rama deklaroi gjithashtu se fusha e prokurimeve publike nuk përfshihet më në piketat e ndërmjetme të procesit të negociatave me Bashkimin Evropian, duke argumentuar se Shqipëria ka arritur standardet e kërkuara në këtë drejtim.